Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Lufta e Nuseve. Do të shkojmë edhe sonte në 3 dasma të bukura, në 3 rezorte fantastik dhe do të njohim 3 çifte mjaft interesante. Angela dhe Migueli do të na sjellin pak aromë përmetare. Iren dhe Arlindi do të na çojnë në tendencat e fundit të dasmave italiane dhe në fund atmosfera e njohur e një dasme shkodrane me Edmirën dhe Fabion. Në këtë episod do të njihni edhe 2 personazhet huaj, nusen italiane Iren dhe dhëndrin vienez Fabio. Fjalën e kanë historitë e dashurisë. Let's talk about love. Angela dhe Migueli vinë nga Gjermania për të kurorzuar historinë e tyre të dashurisë në Iliria Palas. Unë dhe Migueli po bëjmë pothuajse 4 vjet që jemi njohur dhe që bashkëjetojmë. Ata, si shumë të tjerë, u njohën në rrjetet sociale. Bukuria e Angelës ishte një shtysë fort që Migueli t'i çonte një ftesë miqësie në Facebook. Kështu filluan njohjet e para, shkëndijat e para të dashurisë. Angela do e pëlqente menjëherë djaloshin që i bënte komplimenta pa rezerva, sidomos prej sensit të tij të humorit. Mua më pëlqeu patjetër pamja, tërheqëse në radhë të parë. Pastaj më pëlqeu dhe shumë pjesa që sado që ne nuk njiheshim shumë, që më solli sado një dhuratë të vogël që nuk ka të bëjë vlera, por pjesa e vlerësimit tim. Lidhja do të ecte me ritme të shpejta dhe në pak kohë do të fillonte bashkëjetesa në Gjermani. Ata janë natyra të përafërta, por edhe plotësojnë njëri tjetrin. Gjëja më e rëndësishme që mua më pëlqen tek Migueli është sensi i humorit. Migueli nuk është tipi që i pëlqen fort daljet publike. Megjithse kur e njohëm nga afër, zbuluam një djalë që përpiqej ta shijonte jetën në maksimum. Lindja e djalit e ka bërë më të përgjegjshëm. Pas lindjes së djalit ndryshuan shumë gjëra, u mblodhëm më shumë, minde pse ne ishim një çift që sot ishim këtu, nesër mund të ishim diku tjetër, ishim shumë spontan. Angela është nga ato vajza që ditët e kaloj situatat komplekse në lidhje. Besoj se unë jam më xhelozja, por që e shfaq Migueli më shumë dhe unë e menaxhoj pak, ose bëj pak sikur si jam. Marrëdhënien me paran, Angela na e shpjegon në një mënyrë interesante. Duke qenë se Migueli punon shumë, do me thënë kohët e fundit punon dhe nga 2 punë, tek pjesa e parave, unë jam te ajo që burri i sjell me trajs dhe gruaja i kalon në majtë të gjithëbërës. Për të kuptuar më mirë këtë anë të Angelës, ne shoqëruam atë në përcaktimin e detajeve të dasmës me menaxherin e Iliria Palas. Kodi i shërbimit tek Iliria Palas, duke qenë se po e bëjmë dhe eventin jashtë, është që ushqimi të jetë sa më i freskët. Në moment që vallëzimi ka mbaruar, ne fillojmë me shërbimin e ushqimit. Atëherë të ftoj që ta provojmë edhe pjesën e ushqimit. Shumë e uritur që ta shijoj. Tamam. Super. Atëherë Angela, na kemi menduar të servirim një menu mix me specialitetet e Iliria Palas, ku kemi ndërthurje të menus tradicionale dhe të asaj moderne, duke shoqëruar me verën e bardhë të kuqe nga kantina e Iliria Palas dhe me birën Bavaria. Për sa i përket menus, krijova disa preferenca, por duke qenë se Migueli nuk ka mbërritur akoma në Shqipëri, preferoj shumë që ta zgjedh me Miguelin. Çdo gjë fantastike, pjatat shumë elegante, shija e mrekullueshme ngela, më e kënaqur se ç'e mendoja. Ju përgëzoj. Unë sot kam ardhur me motrën me një person shumë të rëndësishëm, me cila është mikesha jone përbashkët, ime dhe Miguelit. Fustani i parë, mua personalisht më pëlqeu shumë për Angelën, sepse ajo ka një trup të rregullt, por në fakt fustani afeksionte edhe më shumë format. Pjesën e shpatullave ta nxjerr shumë bukur, në fakt edhe belin. Është i lehtë, besoj është shumë i lehtë, e ndjen si fustan mbrëmje. Po, Angela me fustanin e parë më duk shumë e bukur. Madje mendoja që do ishte fustani që do zgjidhte, por që duke pas parasysh që unë jam pak e fiksuar tek pjesa e barkut para dhe isha jo dhe aq e vendosur. Le ta mbaj me një pikë pyetje dhe nëse do jetë e shkruar ta rrëzoj vendimin për po ndonjë fustan tjetër nga ata që do provojmë. Me një qeshirë dhe shikoj. Ikim. Vazhduam provën me fustanin e dytë, i cili në fakt mua nuk më dha ndonjë ndjesi të veçantë, ashtu sikurse edhe Angelës. Nuk e dija, do ta hedhi poshtë këtë parin? Angela, si mendon? Jo. Është shumë i bukur, por për mua është pak i ngarkuar.
Dhe siç e pam tek fustani i tretë ishte ajo pjesa që unë dëshiroja që nga beli e lartë të ishte fokusi dhe poshtë ishte një diçka e thjeshtë saten. Më duhet se ja kemi dalë. Ky Na është. duket tani? Ky është. Madhështimi ja krijon materiali me volumi satenit të pjesën e poshtme, ka qëndisje me kristale dhe me perla në mënyrë shumë elegante dhe fine në pjesën e bustit. Dorim tek ky. Dorim të ky do e hedhim poshtë opsionin e parë, besoj. Besoj se po. E i treti ishte thjesht wow. Unë doja të bëja një gëzuar për Angelën, sepse është realisht një nga njerëz. Po më ishte një gjë shumë e rëndësishme, sepse unë me motrën jemi larg dhe nuk është se që jemi shpesh. Jam shumë e lumtur që të shikoj që më në fund ka gjetur lumturinë e saj. Më shumë e lumtur për ju të dy dhe shpresoj që të keni aq shumë dorë sa të tjerë nga mbrapa me një jetë sa më të lumtur. Irene është e vetmja nuse italiane e këtij edicioni të Lufta e Nuseve. Ajo vjen nga zemra e Toskanës, Firenze e historisë, artit dhe kulturës. Njoja e Irene me Arlindin është shumë e hershme, qysh në bankat e shkollës. Frequentavamo la stessa scuola, la stessa classe, avevamo gli stessi amici. Hapjen e parë e bëra unë, se mbaj mend shumë mirë sepse ishte edhe ditëlindja ime. Aty sikur u ndes diçka dhe thash që erdhi momenti për të bërë një hap akoma më shumë. Historitë e adoleshencës shpesh treten në harres si kujtime të bukura dhe aq, por duket se Irene dhe Arlind kanë një argument për të shpjeguar tharmin e lidhjes së tyre. Non dimostro la mia gelosia, però sono gelosa, sono molto gelosa. Anche lui è geloso, molto, si arrabbia, cambia completamente faccia. Në fillim isha unë shumë xheloz. Pastaj, duke kaluar koha, ajo u bërë më shumë xheloze se sa unë. Unë kam shumë shoqëri, më sulmon direkt që të thot kush ishte ajo, pse po fliste me ty, ishte shumë afër. Interesante është njohja e të rinjve me prindrit e njëri tjetrit. Nëse deri tani jemi mësuar të dëgjojmë paragjykimet e italianëve ndaj lidhjes me shqiptar, Irene dhe Arlind na tregojnë versionin e kundërt. Allora, ai miei genitori, diciamo, l'ho quasi detto subito che stavo frequentando una persona e che era di origini albanesi, ma ai miei genitori non ha fatto differenza, non cambiava assolutamente niente. Prindit e mi në fillim u stepën, kur morën vesh që unë isha lidhur me një italiane, po nuk ishte vetëm për këtë gjë, po sepse edhe ne kishim një moshë të vogël, ishim vetëm 17 vjeç. A ndëronin ata një nuse shqiptare për djalin e tyre apo ishin arsye të tjera që nxirrnin si mburoj? Irene duket mjaft bujare dhe mirëkuptuese kur shpjegon stepjen e tyre. No, non c'è credo un'età per innamorarsi. Non conoscendomi non sapevano come ero, se potevo andare bene alla sua famiglia, se insomma Arlind si potesse trovare bene con me. Prindrit e Arlindit janë tradicional dhe shumë të lidhur me vendlindjen e tyre. Ata nuk nguten të bëjnë të vetën menjëherë zgjedhjen e idealit të tyre. Arsyeja që unë nuk e solla në shtëpi Renën shumë shpejt ishte sepse prindërit e mi, nga që janë shumë tradicional, se donin që ajo që unë do prezantoja do të ishte nusja ime dhe në të ardhmen. Irene tashmë ka zënë vend në familjen e Arlindit dhe nuk i ndan prindrit e tij me të vetët. Con la sua famiglia mi sono trovata all'inizio un po' in difficoltà anche per la lingua e le tradizioni, però con il tempo adesso sono come una loro figlia. Irene dhe Arlind janë karaktere të ndryshme. Nëse Arlind është pak natyrë ndrojtur, Irene është mjaft ekspresive dhe romantike. Ndaj Irene u befasua mjaft kur mori propozimin për martesë.
La proposta di matrimonio me l'ha fatta a Parigi. Ishte një moment shumë i bukur. Non me lo sarei mai aspettato da lui perché ha un carattere molto chiuso e si vergogna, però l'ho apprezzato molto e mi ha fatto molto piacere. Tani ka ardhur momenti final. Të dy janë mjaft emocionuar përpara dasmës. Me Irenën e filluam provën duke parë fotot në iPad, duke qenë se dhe unë doja të krijoja një ide më të mirë për shijet edhe gustot e saj. Io ho già un abito scelto dall'Italia e adesso sto cercando un abito che sia diverso dal primo che ho già. Fustani i parë sapo ka ardhur në fakt nga koleksioni 2025, vazhdon të jetë stili dhe trendi i fiongove elegante tek supet. Faceva molta luce addosso, però aveva un piccolo problema, era molto scomodo per me. La vedo più adatta con un altro modello. Sì, la penso anch'io così. Brindiamo a Irene. Sì. Ali. Kaluam tek një stil goxha i thjesht, një material saten me një kurristi mase elegant, të punuar me tyll edhe me shërita gurësh. Bellissima. Bellissima, davvero, con questo abito. Complimenti. Oh, wow, dietro, gira. E dietro, la parte posteriore è Splendida. Sì. Sto cercando un abito che sia più sfarzoso e pieno di dettagli. Fustani i treti i Irenës është një fustan me një tantel shumë florale. Allora, molto bello, fresco, luminoso e questi fiori ti donano. Më pëlqen pjesa e krave dhe ato mangët gufë që ka sipër, i tregojnë një trekëndë shumë të bukur, la shpatulla tek beli. Fustani është shumë i bukur, i jep ndriçim edhe talulet janë shumë të bukura. Il rapporto che ho con la mia cognata è un rapporto molto stretto, un rapporto di sorellanza. Quindi sì. Quindi è un sì, un grande sì. Sì, stavo molto comoda, faceva tanta luce addosso e quei fiori erano bellissimi. Non smetterò mai di ringraziarti e di renderti orgogliosa di me. Senz'altro, sei la mia bambina preferita e ti voglio bene. Grazie, anche io. Mi ha fatto anche una bella dedica e me lo porterò sempre nel cuore. Sono contenta che mio fratello abbia trovato una donna così speciale e bella. Grazie. Auguri, brindiamo. Edmira është nga ato vajza që edhe kur thot gjëra që nuk të pëlqejnë, ti bëhesh me të. Ka një dritë në portret e një gaz në buzë që të bëjnë të dorëzohesh. Ajo vjen nga Shkodra, ndoshta kjo është arsyeja që buzëqeshja e gazi i rin kaq bukur. Megjithatë, jeta e saj ka qenë një rrugëtim mjaft serioze mbreslënës. Masi kam marrë shkollën austriake, shkollën profesionale austriake Peter Manger, kam menu që kam diplomë austriake, thash studioj në Austri. Dhe kështu që në shtator 2013, kam marrë një valigje, një çantë shpine. Kam prej një bilet one way, bilet autobusi, se ishte më lirë, s'kisha shumë kursime, edhe jam nisë për Austri. Një valigje, një çantë shpine, një bilet autobusi, one way. Nuk është se dëgjojmë shpesh histori të tilla, por Edmira nuk kishte kohë për të humbur. Pas vetes la kujtimet më të bukura, adoleshencën, familjen, miqt, mësuesit dhe qytetin. Sot kur ban xhimit të shkollës që ishte krejt spontane, dhe më thanë, kam qa, nuk e kam prit një emocion të tillë. Kohët e para pas mbritjes në Vjenë, vajza e re gjente preje atje ku pak moshatar të saj mund ta mendojnë. In der Kirche kennengelernt und mein erster Eindruck von ihr war, dass sie gelassen, ruhig und eine sehr sanfte Frau ist, also sehr hübsch natürlich auch. Ja. Dhe pastaj, pas meshës, dhe më thanë, gjithë studentet jemi ullë bashkë, i vetëmi vend që ka kënë lirshëm, ka kënë afërti, ka kënë e destinuar, nuk e di, dhe më thanë. Wir haben uns den ganzen Abend sehr gut unterhalten und es hat eigentlich ziemlich geklickt. Fabio gjen një mënyrë le të themi pak austriake për të pasur kontaktin e parë me shkodranen. Ai po bati dhe me kështë s'po mdikë të emër, se të mund si kështë emër dhe një herë, se s'ta njeh si emër. Edhe thot me shkruaj telefon, edhe hap telefonin edhe shkruaj emrin e Edmira, dhe shot rreshti tjetër ishte me shkruaj numrin e telefonit.
Dhe Edmira bën pjesën e saj në këtë lojë të parë zemrash. E tha Mona, don dhe numrin? Po ma i thot shkruaj, atë nuk është problem. Pas këtij takimi në Kish, dy të rinjt ndahen, por mes tyre ka mbetur kliku dhe telefoni, mjaftueshëm për të ndodhur një takim i shpejt. Fabio thot se ka qenë shumë e vështirë të rezistonte, megjithse rezistoi 3 javë të plota. Natürlich habe ich nicht sofort danach angerufen. Ich habe sie erst mal 2 Wochen zappeln lassen. Es fiel mir auch nicht leicht, muss ich sagen. 2 javë, 3 javë, thonë asë një mesazh, as asë gjë, nuk ai di të numrin tim, ose dishte numrin e tij. Dikur akulli u thye, por diferencat ishin aty. Një nga të dilat po më thotë mua që ka një koncert Vivaldit, që ka interes me shku me pa. Edhe pyesën e majmë dhe pyesën sa banë, të që ka thotë 20 euro bileta. Më thëmë, që ona si studenta, kështu të mënë që flet 20 euro ta një javë, na den ta një lek, nga normal standarde të tjera. Të dy na erëfejnë me nota humori atë koncert që do të shënonte takimin e tyre të parë. Koncerti ishte në një kish në matë bukrat të Vjenës, koncerti gjatë, 4 stin të ke parasysh Vivaldit. Edhe majmën që kam vu krytin të shpatula Fabios, edhe gatim ka zan gjumit. Als sie sich beim Konzert bei mir angelehnt hat, hätte ich nicht gedacht, dass sie einschläft. Ich dachte eigentlich, dass sie mehr Nähe zeigen möchte, aber sowieso, es ist gut ausgegangen. Ishte si një ëndër gjithçka. Edmira përhumbej me zgjumit dhe ndjenjës, derisa Vdej momentin që dilte një tenar, edhe këtë notë shumë naltë aty më delte gjumi mu. Kohët kaluan dhe Fabio është mësuar me disa rregulla të reja. Regel Nummer 1, Edmira hat immer recht. Shumicën e kohës ka pasur drejt qysh fillim. Rregulli numër 2, Fabio duhet mësoj fjalë shqip. Schnittbatsch, kuppa me kapak, kuppa pa kapak. Hanger, drejqit hanger, fikëdëritat Edmir. Nuse, ujt lutem. Çifti e ka bërë një dasëm në Vjenë, por ajo është vetëm aperitivi. Edmira ëndërron për dasmën e vërtet, atë të Shqipërisë. Dasma në Vjenë ka kanë shumë e bukur, e vogël, tamam vjeneze, por nga ana tjetër jam shqiptare dhe normal që duhet dasmën shqiptare, kështu që jam e kënaqur edhe jam shumë mirënjohësit që do t'i kem të dyja. Edhe ne, këtë dasëm me zipo e presin. 3 vajzat takohen për herë të parë në ambientet e Teranda Pool. Rëndom, ky është një takim kortezie për të njohur të paktën fizikisht, por edhe për të marrë përshtypjen e parë. Unë ndjeva e mirëseardhur, ndjeva shumë komode. L'incontro con le ragazze credo che sia andato meglio del previsto. Ka pëlqyer, si më kanë të folë me shoqa, domethënë asnjë lloj mjësie të paktën për momentin, që është një garë në fundit. Edmira ka të drejtë. Sensi i garës asnjëherë nuk zbulohet në takimin e parë. Fatim që kisha 2 goza ka i të shkatë, si konkurrente. Të dyja janë karaktere krejt ndryshme. Al primo impatto le concorrenti sembrano molto gentili, però anche oneste lo saranno nella votazione dei nostri matrimoni. Por le të shohim si do të shkojë më tej. Jam shumë kurioze me që po pres për dasmat. Cila prej nuseve do t'jetë fituesja e këtij episodi dhe do të shijoj pushimet në Granada Luxury Belek, një aratisje magjepse mes elegancës së mesdheut dhe luksit të paharuar, mundësuar nga Globus Travel. Rikthehemi pas pak me 3 dasma shumë të bukura. Angela, Irene dhe Edmira hynë në zonën më të nxehtë të garës. Ato do t'japin vlerësimet e pikët në dasmat e njëra tjetrës për dekorin, fustanin, ushqimin dhe atmosferën. Cila prej nuseve do t'jetë fituesja e këtij episodi dhe do të shijoj pushimet në Granada Luxury Belek, një aratisje magjepse mes elegancës së mesdheut dhe luksit të paharuar, mundësuar nga Globus Travel. Në fillim, le të ndjekim dasmat. E nisim këtë garë nusesh në resortin madhështor të Iliria Palace, shtëpinë e finaleve të lufta e nuseve. Dasma e Angelës dhe e Miguelit do të ketë 210 të ftuar dhe do të kurorzohet pikërisht në një oazë natyror të dekoruar buzë pishinës luksoze. Irene dhe Edmira nuk janë as pak të kursyera në përshtypjet e tyre për vendin që Angela ka zgjedhur për dasmën e saj.
Mia prima impressione del posto del matrimonio di Angela è stato il primo impatto molto wow. Është shumë madhështor, është vend shumë I hapur, që ka avantazhe e disavantazhe. Gli invitati non riuscivano a comunicarsi tra di loro, erano molto lontani. Tavolina e qifit më ka pëlqyer shumë, ishte shumë romantik, mu duk pak a shumë si baksin Disney. Il tavolo degli sposi era addobbato molto bene, c'erano tanti fiori sia sopra il tavolo, erano veri e mi sono piaciuti molto. Dekorin ka pëlqyer, nuk ka qenë ndonjëherë me kandidatën dhe ditëlinje. La decorazione per il figlio di Angela è stata molto carina, i colori dei palloncini erano perfetti per suo figlio. Pastaj hyrja e Angelës ishte madhështor, domethënë ajo dukte tamam si një princeshë. Gonna be alright. I'm yours, you're mine. Our love is once in a lifetime. Angela Nuse ishte shumë e bukur, Angela është e bukur. Make-up ishte shumë I mirë, fustani shumë I bukur. Il primo ballo degli sposi è stato carino, si vedeva che stanno bene insieme e che si vogliono bene. U dukte pak e stresuar me menaxhimin e fustanit. Il look di Angela era molto classico, mi piaceva la coroncina che aveva sulla testa. Atmosfera në dasmën e Angelës kishte shumë luhatje për mendimin tim, domethënë kishte ups and downs. Një dasëm përmetare nuk mund të kuptohet pa tingujt unikal të sazeve të famshme. Ho visto che gli invitati non ballavano molto, però quando ballavano c'è stato dei bei momenti di atmosfera. Menuja në dasmën e Angelës ishte përgjithësi e mirë. Antipasti më ka pëlqyer shumë, edhe pjata e fundit me mishin e qenjit që ajo domethënë ishte seriozisht e mirë. Il piatto che mi è piaciuto di più è stato forse l'antipasto, dove sono riuscita a mangiare più cose. Purtroppo a me non piace il tartufo, non piace il formaggio, ma I salumi erano molto buoni. Le ragazze con I violini sono state bravissime, hanno creato una bella atmosfera. Fustani I dytë I bukur, po prapë me atë bishtin prapë sikur ishte, mendohet që të paktën I dyti mund të ishte më I lehtë për të menaxhu. I suoi vestiti erano molto luminosi, molto ampi, l'unica cosa che mi sembravano un po' scomodi per muoversi. Por që të dytë ishin shumë bukur, definitivisht. Kombinimi I
Ditëlinjes djalit me happy birthday, pastaj kumbaria kur presin flok, nuk e di nëse çu edhe nga jugu kështu, moment shumë i bukur, shumë intim per mendimin tim. È stato molto emozionante, nonostante il figlio stava dormendo, ma ad un certo punto si è anche svegliato e la festa, diciamo, è iniziata e è stato molto, molto carino. Il momento tradizionale dei balli a me piacciono molto, anche se non conosco fino in fondo la tradizione, però sempre un piacere vedere ballare e vedere la tradizione, ecco. Se fossi al posto di Angela, io avrei coinvolto più gli invitati, avrei creato più ballo insieme, più festa. Atmosferën e dasmën e Angelës e vlerësoj me 16 pikë, që mos përsëritem, ndoshta për faktin që kishte shumë luhatje, gjithmonë një pikë, një kun, pastaj binte pak. Per l'atmosfera di Angela do un 14 perché mi aspettavo che gli invitati fossero più coinvolti nel ballare e nel divertirsi insieme agli sposi. Mbërrim në Royal Hill, resortin që Irene dhe Arlind kanë zgjedhur për të celebruar dasmën e tyre. Në dasmën e Irene do të jenë të ftuar 210 persona. Dekori i ceremonisë së Irene dhe Arlindit më duk një dekor shumë i bukur, por për mua personalisht ishte një dekor paksa shumë i thjeshtë. Dekori për mendimin tim standard, më mirë pak lule natyrale sesa shumë lule artificiale. Ndoshta duhet të kishte nevojë për pak më shumë karrike. Ceremonia ka pëlqyer shumë intime, kam qajt në 2 herë. Fustani i Irenës më duk i bukur, i përshtatej. Isha në fakt pozitivisht e sorprezume për sjelljen e parë që ka pas për fustanin e saj, për ceremoninë. Per me sei come una sorella, sei una donna come ce ne sono poche e sono lusingata che mio fratello abbia avuto l'onore di conoscerti. Sidomos fjalimi i motrës së Arlindit ishte një nga gjërat më perfekte që unë pash sonte. E sono felice di averti come fratello e di essere al tuo fianco in questo giorno così importante e speciale per te e per voi. Kur ka fol vlla Irenas, më ka pëlqyer shumë, të më thënë aty ka kanë herë 2 që më jam syt me latë. Sei sempre stata accanto a me, ogni volta mi volevo sempre bene e questa cosa non potrò mai ringraziarti a dovere. Secondo me sei veramente l'uomo perfetto per la mia sorella. Më vjen keq sepse unë shumicën e fjalëve dhe nuk i kam kuptuar. Ai që më ka bezdisur është pak ishte fakti se një person i familjar bën disa komente, tankos edhe përfitet italisht, gjë që paktin kishte folur shqip, kishte kuptuar italian.
Facciamo felice ora questi discorsi. Finalmente ci siamo. Innanzitutto sei bellissima. Sopportarmi non è facile, lo so. Sappi però che dietro a questa corazza c'è un cuore che ti ama, che farebbe di tutto per te. Mi prenderò cura di te e ti amerò con tutto il cuore. Mu duken të dy shumë të emozionuar, diçka shumë reale. Ti prometto che quando sarai nervoso ci sarò io a calmarti con i nostri abbracci pieni di affetto che fanno bene al cuore. Ti prometto anche che imparerò a stirare. Ti amo da morire, te dua shumë. Dedikimet që kishin shkruar një tjetrit ishin shumë bukura. Do të ishte ndoshta më mirë që dikush ta përkthente, por ne personat që italisht nuk e dim komplet. Zyllar për Irenin. Qin. Kujtimi nga Neda Smorët ishte diçka shumë e veçantë. Pavarësisht se ne Irenin nuk e njohim shumë, kam përshtypjen se kur na shoh do ta kujtoj këtë moment me siguri me nostalgji. Pëlqej si ide. Shumë e bukur çdo gjë natyrale. Salla mball parë shumë e bukur. Dekori ishte, për mendimin tim, minimalist, mund duk diçka elegante. Trëndafilat mbanin një erë shumë të këndshme dhe këtë gjë ja vlerësoj shumë. Që si e kanë bërë kështu, domethënë një po një jo, tek disa pjanta kishte menu në shqip dhe menu në italisht, gjë që unë ja vlerësoj shumë, por më ra në sy dhe që disa pjata nuk kishin menu fare. Kishte nota gold me pjatën, pirojnë thikat ishin silver. Hyrja e çiftit më duk shumë emocionale. Shumë i afërt, shumë intim, ka pëlqyer. Shikoj që të dy ishin shumë të lumtur dhe të gëzuar, po shijonin ditën e tyre. Ushqimi përgjithsisht e mirë. Më pëlqeu që kishte bërë një mix midis tradicionit shqiptar dhe italian. Antipasti më ka pëlqyer më shumë, edhe mishi i çenjit ishte i mirë. Më pëlqeu mënyra e pjesës të shërbimit, e cila ishte shumë elegante. Tek menuja do të veçoja ndoshta pjatën e dytë, e cila më duk pak si e tha, se ushqimi ishte me të vërtet shumë i shijshëm, por ndoshta pak dekor do të më pëlqente. Nuk më pëlqente që ata donin gjithmonë të ishin në krye të qendrës, duke lënë dasmorët pak ndoshta mbrapa. Atmosfera ndasmen e Irenës ka qenë on fire. Nga fillimi ka nis me shumë energji, është hala me energji. Fustanet e Irenës unë i vlerësoj me 9 pikë. Të parit nuk dua t'i humb të asgjë, perl, i dyti elegant, por më shqetësoi pak pjesa e flokut që ishte jo dhe aq elegant i kapur. Fustanet e Irenës i vlerësoj me 8 pikë, për faktin se për mendimin tim nuk ishin shumë komode, nuk i përshtateshin gjitha edhe për fizikun e saj. Atëherë mua më duk atmosfera sot diçka që unë kisha vite pa e parë. Ai përgëzoi çiftin për pjesën e shoqërisë në radhë të parë që e kishin të shkëlqyer.
që më ka pëlqyer shumë ka kanë energjia italianëve, do të thënë bëhet shefi kush e një gjatë atje dhe sa hapun janë për kultura të tjera. Dua të përgëzoj dhe Mateos Frokun për atmosferën, më ndikoi që mua të më humbiste edhe pak zëri. Ka pëlqyer edhe Rejna, për shembull kur ishte Mateos Froku, kur ka edhe Rejna ka kënu shqip. Të kisha thënë që Arlinit më kanë krenar për faktin që gruaja e tij është kaq e integruar në kulturën shqiptare dhe që don kaq shumë muzikën tonë. Atmosferën e dasmën e Renës e vlerësoj me 20 pikë. Atmosferën në dasmën e Renës do të doja t'jepja 20 pikë, ndoshta edhe më shumë 25-30, por do t'jap vetëm 16, sepse mua më mungonte pjesa që çifti nuk ishte emocional në dasëm, dhe ishte vetëm tek pjesa e hares, tek pjesa e kërcimit. Para se të shkojmë në dasmën e Edmirës, është momenti për të përjetuar emocione të rralla në Kishën Katolike të Shkodrës. Es ist nun 5 Jahre her, dass Marco uns einander vorgestellt hat. Und es waren die besten Jahre meines Lebens. Kein Mensch kennt mich so. Du bist es nicht auf der Welt und es nicht. Dein Lachen ist es, was meine Funken entfacht. Und bei deinen Augenblitzen, dann passt mein Herz. Damit wir so wirklich gemeinsam zu Kinder aufwachsen sind. Alle 7 oder 8. Dass ich alles in meiner Macht stehe, den Jubel, die diese Zukunft zu schenken. Das verspreche ich dir bei Gott und so. Vater, ich werde immer 2 Ohren für dich haben. Das rechte Ohr ist nur für Fun-Facts, die du immer erzählst. Mathe-Rätsel, Zuggeschichten, Bausteine und die Miniaturenwelt. Mein linkes Ohr ist da, um jede Nachricht oder Kummer zu empfangen. Immer dich zuzuhören, auch wenn du nichts hast. Das Einzige, was mich bedrückt, ist, dass ein Buch einmal zu Ende gehen muss. Aber da bin ich überzeugt, dass wir uns auch nachher finden werden und darüber aufeinander warten werden, um wieder voranzubringen. Shka hyu bashkoni, njeriu të mos e ndajë. Dasma e Edmirës në hotelin e Gjuetis do të ketë 200 të ftuar.
Lokacioni që Edmira ka zgjedhur për dasmën e saj më duk një lokacion shumë i lezetshëm, shumë i përshtatshëm dhe më pëlqeu. Inaspettato, è stato molto interessante e particolare. Pjesa koktejlit më duk shumë e këndshme, ja kalova shumë bukur. Ci siamo divertiti a fare anche foto e video. Le tabella delle Chami non avevo mai visto nei matrimoni e ne ho presa una e mi sono divertita a ballare. Dekori i darkës më duk diçka elegante, më pëlqeu pjesa e luleve natyrale. Mi sono piaciuti perché erano quasi uguali al mio matrimonio. Tavolina e të ftuarve më dukon super. Erano addobbati con le candele e i fiori. L'unica cosa che a me l'oro non mi piace tanto, però è una cosa personale. Jemi mësuar që bëhet vallëzimi tradicional, ku ndonjëherë është po gjithmonë e njëjta muzikë. Nuk do të ishte imja, por që doli shkëlqyeshëm. Mi aspettavo il ballo tradizionale, però è stata una cosa diversa, ci stava, menù di Edmira è stato molto buono, ho mangiato quasi tutto, a parte il formaggio. Il piatto che mi è piaciuto di più è stata la carne, quella con i pomodorini. L'agnello non lo mangio, però il vitello era buono. Menuja ishte një menu gjithë përfshirëse, më pëlqejnë gjërat tradicionale. Pjata që më pëlqeu më shumë tek menuja ishte pjata e dytë, pjata me mishin e kecit. Per il cibo di Edmira do 8 punti. La carne era molto buona, la salsa dell'antipasto era buona, però per il formaggio e per l'agnello non l'ho mangiato e quindi do questo punteggio. Atëherë unë sonte njërën doa ta përgëzoj shumë. Më mbeta shumë e mahnitur, ishte bërë me të vërtet shumë e bukur. Tek atmosfera e Edmirës, më së tepër më pëlqeu pjesa ku mamaja e bëri surprizën duke kënduar vetë live. Ishte një gjë shumë emocionale. Sua mamma è molto brava a cantare, mi è piaciuto. Duke marrë parasysh që Fabio është një huaj, dua të përgëzoj që në rrethin ton tradicional nuk e humbi asnjë sekond atë pjesën e emocioneve, duke ndëtur i buzëqeshur, duke kërcyer sipas mënyrës së vet. Ci sono stati alti e bassi, forse perché c'erano anche tanti invitati, diciamo, stranieri. Ana shoqet kanë zili Hajde moj vaj shkodrane Falma ti se vdan Syte tu moj tu me pa Bukurine kësaj dynja Marshallah vaj shkodrane Falma ti se vdan Syte tu moj tu me pa Bukurine kësaj dynja Posto di Edmira forse farei più balli tradizionali, più coinvolgimento da parte di balli tradizionali. Fustanet e Edmirës do t'i vlerësoj me 10 pikë. Conciatura di Edmira mi è piaciuta, pensavo che nel cambio dei 3 vestiti si cambiasse anche un po' la pettinatura, giusto per cambiare un po', però le stava bene, era molto bella. Il vestito che mi è piaciuto di più è stato il primo. Nga pjesët më të mëdhaja, kam shijuar after party, një atmosferë që dhe duhej bërë. È un po' particolare, dai, è stato un momento carino, divertente.
un'atmosfera di Etmira, do 16 punti, mi sono divertita, ci sono stati momenti di alti e bassi, ma alla fine è stato un bel matrimonio. Secondo me questa è solo una strategia. Kontradikt me veten e vet sepse ushqimi thotë ishte shumë i mirë, por 8 pikë. Se duke u marrë në dëshirat e njerëzve, dasma do bëhen ndoshta mas 10 vitesh. Kthehemi pas pak. Tashmë janë gati për momentin më emocionues të kësaj gare. Cila prej tyre do të siguroj pikët maksimale dhe do të shijoj pushimet në Granada Luxury Belek, një arratisje magjepse mes elegancës së mesdheut dhe luksit të paharruar mundësuar nga Globus Travel. Por, si e përjetuan nuset këtë përvojë unike? Mi jam kënaqur te masën, e kam shijuar. Mi sono divertita, mi sono emozionata e è stato divertente. Unë jam kënaqur shumë, e kam shiju shumë, me si pres me dëgju komentet për mi dasmën teme. Para se të filloj me komentet, është momenti i dhuratës së Stile Prezioso. Secila nga nuset tona ka zgjedhur një dhuratë të preferuar nëse do të jetë ajo fituesja. Gjendja e pikëve deri më tani është Angela 81 pikë, Iren 86 pikë, Edmira 85 pikë. Është Angela e para që do të na jap vlerësimin dhe njëkohësisht do të ballafaqohet me komentet e dy nuseve konkurrente. Komentet më pikante i pres nga Irene. Gli invitati non riuscivano a comunicarsi tra di loro, erano molto lontani. Besoj që në dasëm kemi ardhur të festojmë të gjithë së bashku dhe jo të bëjmë muhabet se për ndryshe humbim çdo detaj. U dukte pak e stresuar me menaxhimin e fustanit. Non riusciva a ballare, non riusciva a muoversi tanto bene. Të freskojmë edhe 1 minutë që ta gjej dhe unë energjinë për të kthyer përgjigjen e duhur. Zuar. Dua të shpjegoj gocave që çdo fustan nusorie ka problemet e veta. Purtroppo a me non piace il tartufo, non piace il formaggio, ma i salumi erano molto buoni. Kam zgjedhur menun që të kënaqen të gjithë. Nuk mund t'i plotsoj të gjithë tekat e njerëzve dhe për këtë arsye ishin dhe 4 pjata që nëse nuk është e para mundësisht është e dyta, e treta ose e katërta. Kishte shumë luhatje për mendimin tëm? Besoj se çdo dasëm ka ulje dhe ngritjet e veta. Io avrei coinvolto più gli invitati, avrei cercato di ballare più insieme a loro. Unë isha dhe dasma Irenës dhe ishte çifti që vetëm ata po gëzonin dhe lulzonin. Unë në dasmën time kam lënë se cili të lulzojë në kohën e vet dhe të çelet kur ai ka dëshirë. Komentet janë siç i prisja, ndoshta edhe pak më të buta. Mendoja se do të kisha diçka të vrash, duke marrë parasysh se ne jemi në garë, por dua t'ju them vajzave faleminderit që mendimi i tyre ishte i sinqert. Pas Angelës është radha e Iren, nuses italiane të kësaj gare. Delle due ragazze mi aspetto commenti più negativi da parte di Angela. Do t'ishte ndoshta më mirë që dikush ta përkthente, por ne personat që italisht nuk e dim komplet. La cerimonia è una cosa che si fa in Italia, in Albania non c'è usanza di fare la cerimonia prima del matrimonio. Tanti invitati che erano in quel momento lì alla cerimonia, maggior parte erano italiani. Kishte nota gold me pjatën, pirojnë thikat ishin silver, është këta detajet e vogla din që... La scelta delle posate è stata voluta da me personalmente perché a me non piace troppo oro, non mi rispecchia. Ata donin gjithmonë të ishin në krye të qendrës, duke lënë dasmorët pak ndoshta mbrapa. Siamo noi
gli sposi e dobbiamo essere noi quelli in quel giorno al centro dell'attenzione. Gli invitati non erano indietro, erano intorno a noi. Atmosferën në dasmën e Irenës do t'ja vetëm 16, sepse mua më mungonte pjesa që çifti nuk ishte emocional në dasëm. Secondo me questa è solo una strategia usata da Angela. Non credo che il nostro matrimonio non sia stato emozionante. Gara po mbrin në pikën më emocionale të saj. Cili do t'jetë çifti fitues i këtij episodi dhe do të shijoj pushimet në Granada Luxury Belek, një arratisje magjepse mes elegancës së mesdheut dhe luksit të paharruar, mundësuar nga Globus Travel. E fundit që do të përballet me komentet është Edmira. Mendoj që komentet më pikante i bën Angela, nga temperamenti saj, nga mënyra saj se si është, thjesht uroj që t'jetë fair komentet që bën. Pensavo che nel cambio dei 3 vestiti si cambiasse anche un po' la pettinatura. Në veç 3 fustane, dasëm, ka qenë stres më vete dhe s'tu me imagjinu me ndryshu dhe look. Per il cibo di Edmira do 8 punti. La carne era molto buona, la salsa dell'antipasto era buona, però per il formaggio e per l'agnello non l'ho mangiato e quindi... Në kontradikt me veten e vetë sepse ushqimi thotë ishte shumë i mirë, por 8 pikë. Të së priqa me ta drejten. Fustanet e Edmirës do t'i vlerësoj me 10 pikë. Sepse ishin me të vërtet 3 fustane që i shkonin dhe shkëlqente. Që Angela më ka dhënë 10 pikë për fustanet, jam seriozisht surprizuar sepse kam menduar që ndoshta e kena pak ndryshe stilet. Farei più balli tradizionali, più balli albanesi, più balle. Është shkodër, ashtu bëhen dasmat. Është struktura më ndryshe, unë nuk mund të bëj tan dasmë në valle. Prandaj është emisioni edhe kaq interesant sepse ti mendon se një person mund të jetë më i amël ose më shumë dhe është e kundërta. 3 nuse, 3 dasma, por vetëm një fitues. Cila prej tyre mendojnë se do të fitoj? Mendoj që fituesi është midis meje dhe Edmirës. Spero tanto di vincere e mi aspetto anche che scenda dalla macchina Arlind. Thjesht mezi po pres ta di se kush ka fitu. Makina me dhëndrin fitues është nisur. Dhe nuset kanë 2 fjalë para momentit final. Unë dua t'ju falenderoj për çastet miqësore, dua t'ju falenderoj për çastet familjare që kaluam bashkë, me ndjej kënaqësi që u kisha juve. Dëgjova që Ireni ta pjesa ushqimit me tartuf, patjetër ishte diçka speciale tartuf, përderisa ne jemi në verë, por kishte edhe menu të tjera që ti mund të shijoje gjithashtu dhe nuk besoj se në dasëm duhet të merremi të gjithë me dëshirat e njerëzve, sepse duke u marrë me dëshirat e njerëzve, do të humbisim kohë dhe dasmë do bëhen ndoshta mbas 10 vitesh. Vi ringrazio per aver partecipato al mio matrimonio, avete reso questo momento molto particolare per me. I vostri commenti sono stati belli, ma anche brutti, ma fa parte del gioco e che vinca la migliore. Grazie te, Ireni. Për mu ka kënë knatësi, keni zbukuru dasmën teme, keni bërë shumë atmosferë, keni këty shumë edhe mba qefi dhe më thanë që keni shiju. Ndoshta vit në gjash që për Irene po flitë për punën e ushqimit, që s'ka qenë i mirë. Në një kohë që po thotë që ishte ushqimi përgjithësi i mirë dhe i dha pikë minimale, por shihet janë të ndryshme. Fine, si, sono gusti, si. Erdhi momenti i së vërtetës. Është Fabio, bashkëshorti i Edmirës që mori pikët maksimale nga të dy anuset dhe u shpall fituesi i kësaj gare të ngushtë, por shumë të bukur. Unë dasmës të Edmirës jap plot 20 pikë. Per me il matrimonio che deve vincere è il matrimonio di Edmira e quindi assegno 20 punti. Edmira u shpall fituese me 125 pikë dhe do të shijoj pushimet në Granada Luxury Belek. Një aratisje magjepse mes elegancës së mesdheut dhe luksit të paharruar, mundësuar nga Globus Travel. Ky ishte edhe fundi i këtij episodi të Lufta e Nuseve. Miru takofshim në episodin e radhës.